Shqiptarët e Kosovës tashmë njohin shtetet e Evropës e dinë sa mirë është kur je kultor në kuptimin që drejtat janë të mbrojtura. Sipas gjetjeve tona, edhe nga raportet edhe nga grupi fokusuar, ato tregojnë se shumë gra, sidomos gratë që vijnë nga komunitetet mashkalli egjiptian ose personat që vijnë nga komuniteti LGBTQI, po dhe ato që kanë aftësi të kufizuara përballen me shumë sfida sa i përket punësimit, sidomos punësimit të qëndrueshëm, po dhe trajtimit të barabartë në vend të punës. Për më tepër, ngacmimi seksual është përmendur shumë që ekziston në vendin e punës, megjithatë nuk raportohet aq sa duhet apo aq sa ekziston për shkak të frikës nga ndëshkimi. Ka vite që Kosova nuk është, institucionet tona nuk e kanë një përkushtim maksimal edhe nuk e kanë marrë asnjëherë përsipër që ta krijojnë një ligj të ri të punës dhe t'i adresojnë çështjet në mënyrë ma urgjente. Shqiptarët e Kosovës tashmë njohin shtetet e Evropës e dinë sa mirë është kur je kultor në kuptimin që drejtat janë të mbrojtura dhe do donim që një frymë e tillë e direktivave të EU-s edhe në Kosovë në ligjin tonë.